hokejistat. Sa i përket deklaratës Gjakës. Po shoh se tash është po del gjithkush edhe në emision edhe po japin lloj-lloj deklarata. Si se leke e Balotelli me shtu penale. Ai ka thënë që është vetjak. Janë dy gjana. Një për qarkullon, një s'ka ardhur Graniti me lujt për. Duhet me thonë populli, masi na jemi emisioni ma i shikum, edhe po na këshyrin populli, Granit Gjaka kur nuk ka marrë ftesë me lujt për Kosovën. As Gjerdan Shaqiri, as Taulanti, as do me thonë... As nuk kemi të qënë pranuarat. Nuk ekziston ftesa. Ata thëjmë pse së po ti, qysh mund është me shku se na nuk jemi që thëmë në pazar. Nuk ekziston... për këtë trajner? Shumë i tepër i sigurt. Nëse ekziston një ftesë, një sekond, nëse ekziston një ftesë, që ja ka qu dikush Granitit, edhe së ardhë, une nuk mirna as me futbol, as nuk dalë në televizor, me njerë jabë dorëheqje për kejtë. Maj smet se që këta bojnë të reje, ta bojnë një veç me të largu, maj smet lume. Se kjo është deklaratë e fort, trajner. Mire konkreta, jënë gjendje po me me po. besoj që ato të smeti, e kanë ftu po ftesë si kanë qu. Ja, hajde ti. Po, është kjo Se e kom një shak dhe i ke, o lidhë shumë e ka një drejt, kur po ma qëtë kur dusha, dy shqibjene e kur dusha. Kur? Filan ditën, filan sahatin, filan restoranin, që ashtu? Exakt. A që ashtu? 100%. Edhe tjetra, a përshet që, qka ju thashon e dje, Graniti ju ka thonë sot, ju ka thonë na kemi regula këto. Shumë mire ke spjegu djetë, njëta fjallë kanë qenë deklaratën e ti në konferencë për media. Gjyqësi i pari penaltive, gjyqësi bile Lavda na i dha informatat, na e konfirmaj, tha është e mbollë, gjyqësi dyti penaltive o Gjaka. E mbollë sokon loj, e ka shëtu kë, sa ata e në Zvicran, komtarët e Balkanit kapën për penalti, edhe re në Zvicran, jo. Shumë mire ke spjegu dje. Jo, Zvicran të marrë Sahatin e përjetë shumë. Sahati i Zvicrës nuk nollet kodjeri, deka Sahati shkallë. Tregoj qysh ke thonë dje, nuk është aty kulla e kujtë.